kalur kohë, vazhdojmë me pregaditjen. Fillimisht në një enë më të madhe dhe më të thellë, ku do ta formojmë brumin e bukëve, do të shtojmë ujë. Ujë në total do të përdorim 400 ml dhe uji duhet të jetë i vakët. Asnjëherë mos e shtoni ujin e ftoftë ose shumë të nxehtë. Tani tek uji do të vazhdojmë që ta shtojmë majën e bukës. Në këtë bukë unë po përdor maja buke në pluhur, në total do të shtojmë 10 gram. Mund të përdorni edhe maja buke të freskët. Që maja e bukës të aktivizohet më mirë dhe më shpejt, gjithmonë shtojmë pak sheqer. Në total unë shtova një lugë vogël me sheqer. Përzijem tani pak. Vazhdojmë tani që brenda të shtojmë edhe 3 lugë gjille me vaj ulliri. Nëse nuk keni vaj ulliri, mund të përdorni edhe vajin e thjeshtë. Përzijmë edhe një herë. Tani vazhdojmë që ta shtojmë miellin. Miellin si gjithmonë do ta shtoni pak nga pak dhe duke e kontrolluar. Do të shtojmë dikon në total 600 deri në 700 gram me miell. Pasi shtojmë pak nga mielli, vazhdojmë brenda të shtojmë edhe një lugë të mesme me kryp. Dhe vazhdojmë tani duke ngjeshur, duke përzier mirë, derisa të formojmë një brum mesatarisht të butë. Asnjëherë mos e forconi brumin shumë, pra duhet të formoni një brum mesatarisht të butë. Fillimisht do ta shtypni kështu brumin në këtë mënyrë dhe tani vazhdojmë, shtojmë miell sipas nevojës. Gjithmonë miellin unë e shtoj pak nga pak. Dhe brumi i bukëve tani është gati. E kam ngjeshur mirë për disa minuta dhe mund ta vrini se sa i butë është brumi. Pra është një brum mesatar i butë dhe mua në total më deshën 680 gram miell për ta formuar këtë brum. Brumin sipër e mbulojmë me një nylon foli dhe lejojmë që të dyfishohet. Ky brum ka nevojë që të dyfishohet më së paku 40 deri në 50 minuta. Dhe tani që brumi ka pushuar dikon prafërsisht 40 minuta, është i gatshëm për të vazhduar dhe për ta punuar. Tani brumin e marrim në tavolinën e punës, lehtë e palosim kështu disa herë, shtrojmë miell që mos na ngjitet sepse brumi është pak i butë dhe vazhdojmë e ndajmë tani brumin. Vazhdojmë që ta ndajmë brumin në 3 pjesë të barabarta. Tani me shumë pak miell vazhdojmë dhe i ngjeshim kuleçt. Dhe mund ta vrini brumin se sa i mirë që është bërë kur bëhet kështu me fluska. Që të 3 kuleçt i ngjeshim në mënyrën e njëjtë. Tani kthehemi dhe e marrim kulaçin e parë që e kemi hollu. Shtrojmë miell, e hapim një herë pak me duar dhe tani vazhdojmë që ta hapim me ndihmën e ftalluses. Marrim ftallusen, vazhdojmë dhe e hapim brumin. Nëse na ngjitet, shtojmë miell. Pasi ju japim këtë formë bukëve, tani vazhdojmë që t'i mbështjellim bukët në formë roleje, kështu të holla dhe të gjata deri në fund. Në këtë mënyrë. Qoshet me duar lehtë i mbështjellim dhe bukët vazhdojmë t'i rendisim në tepsi përpjekje. Në të njëjtën mënyrë i përgatisim gjitha pjesët e brumit. Dhe kështu duken pasi kemi renditur që të 3 pjesët e bukëve në tepsi. Siç po mund ta vrini në tepsi nga letra përpjekje, kam bërë kështu disa vija që ta bëjnë ndarjen e bukëve sa më mirë që mos të më ngjiten pastaj gjatë pjekjes. Dhe para se të vazhdojmë që t'i pjekim, sipër do t'i mbulojmë me një peqetë të pastër kuzhine dhe lejojmë të pushojnë edhe 20 minuta tjera. Tani marrim një thikë të sprehtë dhe bëjmë kështu nga 3 vija në secilën pjesë të bukës. Pasi mundohemi që t'i bëjmë ashtu vijat sa më të prehta, vazhdojmë sipër bukët t'i lyejmë me ujë.
ndërsa tani pak më kullu sipër shtojmë miell. Dhe tani vazhdojmë në pjekje. Fura është e parangruar mirë në 220 gradë, do t'i pjekim diku prafërsisht 25 deri në 30 minuta. Shpresoj që t'i provoni edhe ju dhe t'i shijoni këtë bukë të mrekullueshme.